إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول جل وعلا في محكم التنزيل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدت أيمانكم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم فاحفظوا أيمانكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe veprave tona, cili ndo që i madhi Zot Allahu e udhëzon në të drejtë dhe në të vërtetë, nuk ka kusht ta humb dhe devijoj, dhe cili do që humb dhe devijon, nuk ka kusht ta udhëzojë të e drejta dhe e vërteta, askush tjetër përveç të madhit Zot. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, e Zot që meriton të njihet si Zot, e të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm, pa ortak, pa rival, pa të ngjashëm, absolut i pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, pa bashkëshorte dhe fëmijë. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njeri, ishte i dërguar i Zotit, ishte vula e profetëve dhe të dërguarve, që do të thotë mbas tij më nuk ka shpallje as profet, misioni i cilit përmlidhet në vargun kuranor: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Të sollëm në këtë botë ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të qenë mëshirim i mëshirës së Zotit të Allahut, pra, për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Sallallahu alaihi. Mirësitë, bekimet dhe mëshira e Zotit dhe paqja e tij qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik që e transmetuan fenë dhe besimin në brezat e ardhshëm, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndoqën e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër dhe motra, ne jemi në meditimin ton mbi surën El-Maide dhe sot do të ndalim në një ajet të surës El-Maide, i cili faktikisht zën një pjesë të mirë të mënyrës se si ne shprehemi dhe flasim në jetën e kësaj bote. Dhe vjen Islami, vjen Kurani, vjen hadithet e pejgamberit alayhis salam për ta përmirësuar këtë pjesë të rëndësishme të mënyrës së të shprehurit në mesin tonë. I madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu tha në surën El-Maide, pra ne jemi në atë meditimin ton në surën El-Maide dhe sot do të dalim pikërisht te ky ajet. Zoti tha, Zoti Allahu nuk ju shkruan për gjuna. Nëse ju betoheni pa dashje, pa qëllim. Por Zoti merr në konsiderat çdo betim me vetëdije dhe qëllim. E nëse ndodh një gjë e tillë, duhet patjetër të bëni shpagimin e betimit. Mënyra e shpagimit është ajeti, mënyra e shpagimit është të ushqeni 10 të varfër
nga e mesmja që ushqeheni vetë, ose t'i vishtni, ose të lironi një sklav, një rob lufte. E nëse nuk keni mundësi asnjërin nga këto të treja, atëherë agjëroni 3 ditë. Kështu shpaguhet betimi juaj që nuk e çuat në vend. E kujdes me betimin tuaj. Kujdes me betimin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në një fjalë, por dhe porosi të tij tregon se cili do prej njerëzve që betohet në emrin e dikujt tjetër përveç se emrit të Zotit. Pra për Zotin, ose pasha Zotin, ose pasha Allahun, ose për Allahun, ose betohen në Allahun, ose betohen për Zotin, apo për gjithëmëshirshmin, për mëshiruesin, e rëndësishme betimi duhet të jetë në emrat e Zotit, në Zotin e Madh, në Allahun xhallahu, ose në një nga emrat e Zotit apo atributet e Tij. Cili do që betohet në diçka tjetër përveç se me emrin e Zotit ose në emër të Zotit, ai i ka bërë Zotit rival, ka rënë në mëkatin e shirkut dhe të idhujtarisë. Jo se ka dalë nga feja dhe besimi me fjalën që ka thënë, por ka bërë një gjë shumë të rëndë, sepse njerëzit në natyrën e tyre betohen në atë që madhërojnë dhe adhurojnë, ose i friksohen. Meritori për të adhuruar është vetëm Allahu. Meritori për të madhëruar pas një lloj, si më thënë, presje, është vetëm Allahu. Meritori për t'ju friksuar dhe trembur është vetëm Allahu dhe askush tjetër. Atëherë nuk duhet të jetë betimi i njeriu në emër të dikujt tjetër apo për dikë tjetër vetëm se për Allahun në emër të Zotit. Pra duhet të themi ose shqip, ose vallaj, billaj, Allah, e rëndësishme të nënkuptohet që po betohemi në Allah. Po mirë, nëse dikush u betu në emër të diçkaje tjetër, themi ky njeri sipas hadithit profetik ka rënë në mëkatin e idhujtarisë. Ose po e bën këtë gjën se adhuron, ose po e bën këtë betim për këtë gjën se e madhëron, ose e bën betimin në këtë gjë se i friksohet dhe ka frikë dhe përmend emrin e kësaj gjëje apo diçkaje në mënyrë që t'i përmbahet dhe mos ta shkeli. Pra mos ta i kaloj gjën për cilën ai është betuar. Profeti alayhi salatu wasallam tha, kush e bën një gjë të tillë del nga feja dhe besimi, ka bërë shirk. Këtu unë thash pak më herët, nuk ka dal nga feja, kurse hadithi thot ka bërë shirk, dhe fjala shirk do thot ka rënë në idhujtari dhe kush bie në idhujtari do thot se ka dal nga besimi. Faktikisht këtu nuk bëhet fjalë për idhujtarinë e daljes nga Islami, por bëhet fjalë për mëkatin e madh. Janë disa gjunahet më dha që profeti alayhis salam për t'i quajtur të tmerrshme i ka quajtur shirk ose kufër, pra idhujtari ose i ka quajtur mohim, me dhënë me kuptuar që kjo është shumë e rëndë tek Zoti, po jo se më të vërtet kjo gjëja nxjerr njeriu nga feja dhe besimi. Për këtë arsye kanë thënë, kush betohet në diçka tjetër përveç se në emër të Zotit dhe e bën këtë me madhërim ose duke u tremb, ka rënë në shirk dhe në idhujtari del nga Islami. E nëse e bën se shkau gau, rëshiti goja, e ke parasysh nga njerë janë bërë ca gjëra kështu ka ngel nga bota e xhalijetit për këtë tokë, për këtë qiell, për këtë pikujti, për këtë tri me buke, ku dëgjon. Po faktikisht ai as nuk e madhëron, as nuk e adhuron, as nuk e shejtëron, po thjesht ka ngel për shpirt babës, për kokë të fëmijëve etj etj. Pra nuk i bën këto gjëra se i madhëron, as se ju friksohet, pa as se i adhuron, po thjesht kanë mbet. Atëherë përderisa është jo me qëllim, njeriu nuk ka rënë në mëkatin e idhujtarisë pa atë që e nxjerr njeriu nga feja dhe besimi, po thjesht është gjuna i rëndë. Argumenti pse e bëm këtë përjashtim?
Një ditë pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka dëgjuar Omer ibn Khattabin, e keni parasysh Omer ibn Khattab. I ka rëshit gojë dhe ka thonë për shpirt prindërve, po e përshtas kështu shqipun. Për shpirt prindërve. Ka thonë pejgamberi se Omer, çfarë the? Tha Omeri, thash kështu, dhe ja tha. Tha Omer, a nuk e din ti se të betohesh në emrin e dikujt tjetër, përveç emrit Zotit është shirk? Tha Omeri, astaghfirullah. Nuk i tha pejgamberi Omer, shko bëj dush se ke dalë nga Islami, Omer përsërit edhe një herë shahadetin, sepse ishte thjesht, sepse thënë diçka e mbetur dhe njeriu mund të rëshqasi goja ndonjëherë, po jo me qëllim, jo me qëllimin e madhërimit apo shenjtërimit. E përderisa nuk është me këtë qëllim, faktikisht njeriu nuk del nga feja dhe besimi, por faktikisht duhet thotë astaghfirullah. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka thënë për një rast të tillë, thotë kush betohet në emër apo për diçka tjetër, jo për Allahun, pra gabimisht. Thotë le të betohet menjëherë në emër të Allahut dhe të thotë la ilaha illallah. Nëse ndodh, atëherë korrigjoje duke thënë pasha Zotin, vallahi billahi, edhe thuj la ilaha illallah. Si një metodik kështu reflektimi për gabimin e bërë. Faktikisht në Islam betimi ka disa orientime shumë interesante. E para që ne e përmendëm, nuk lejohet që muslimani të betohet në diçka tjetër përveç se në Allah, përveç se në Zotin e gjithësisë. Të këtë e trajtuam. E dyta, nuk duhet njeriu kur betohet në Allah ta teprojë. Nuk është gjë e mirë, për çdo gjë vallahi, billahi, për Zotin, për Zotin, për Zotin. Nuk është edukativ duke përmend emrin e Zotit. Po betohesh në emër të Zotit. Po fut në raportin me dikë Allahun, po i thu për Zotin. Dikë mund ta vesh në siklet, dikë mund ta bësh që dyshojë. Atëherë mos e përmend shumë. Nuk ka nevojë. Nëse të kërkohet, po. Nëse është një moment që duhet thënë, po jo që të jetë në normalitet dhe në përhershmëri. Sepse betimi në Zot është një lloj ndërmjetësimi, është një lloj zbutësi, është një lloj arsyetimi, është një lloj justifikimi, është një lloj sigurie. Lëri gjërat vërtetohen, të faktohen, dhe mos i mbulon me mbulesën e betimit. Sepse me të drejtë dikush mund të futet në dyshim. Prej normave ose prej etikës së betimit në Allahun xhalla xhelalu është se nëse njeriu betohet për diçka në Allah, duhet i ri atij betimi. A u betove në Zot? Çoje deri në fund muhabetin. Përveç se nëse je betuar për diçka që është e ndaluar në Islam. Nëse betohesh në diçka që është e ndaluar në Islam, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, kush betohet në diçka që është e ndaluar, shpagimi i saj është që mos ta çojnë në vend atë betim. Dhe të bëj shpagimin e betimit, atë që ne e përmendëm në fillim fare. Prej etikës së betimit në Islam është që nëse betohesh në diçka se do ta bësh, apo nuk do ta bësh, dhe të dëmton ty, bëj shpagimin dhe bëj atë që është më e hajrit për ty. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, nëse dikush betohet për Allahun, se do të bëj diçka apo nuk do ta bëj, pastaj vuri re se diçka tjetër është më e mirë për të se sa betimi që bëri më herët, atëherë le të bëj shpagimin e betimit dhe të bëj atë që është më e mira për të. Për shembull, dikush është betuar që nuk do të udhtojë në filan vend, ose për shembull nuk do të takojë X person. Mirë, po i lind nevoja, s'ka se problem, bëj shpagimin e betimit, atë që ne tham në ajetin e mëhershëm, ta serem edhe pak,
mas pak, dhe pastaj bëj atë që është më hajrit për ty. Pra mos e lër betimin të maj peng që ti të dëmtohesh për shkak të betimit që bëre. Apo të humbësh diçka që është më e favorshme për ty për shkak të betimit që ti bëre. Thjesht bëj shpagimin edhe kalo tek ajo që është më e mira për ty. E bukur apo jo, alhamdulillah. Zoti i madh. Nuk ka sjell asgjë vetëm se është në të mirën tonë dhe në dobin tonë. Prej etikës betimit është që nëse dikush të betohet në Zot për ta bërë diçka, realizoje. Nëse i ke mundësi dhe kushtet dhe nuk të dëmton ty personalisht. Dikush thot par Zotin ma bëj këtë gjë. Bëje. Nëse ty të dëmton, ose nuk i ke kushtet, nuk ka problem, ose bëj. Nuk e ke për detyrë dhe obligim. Ama nëse i ke kushtet dhe mundësit, dhe dikush thot par Zotin, hajde sonde për darkë. Dhe faktikisht ti nuk është se ke lënë një takim tjetër, as nuk është se dëmton vajtja atje, atëherë shko, nuk ka problem. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, prej hakut muslimanit ndaj muslimanit është t'ia realizojë betimin që i bën. Pra nëse dikush të betohet në Zot për diçka, çoje në vend betimin, me dy kushtet që tham, mos tjetë diçka e ndaluar dhe haram, tjetë në mundësinë e personit mos ta dëmtoj atë. Prej etikës së betimit në Islam është që mos të përdoret në tregti. Përveç se nëse ja kërkon klienti. Ose nëse ja kërkon shitësi. E gjyna i madh është o vëllezër dhe motra që njeriu në tregti të përdori emrin e Zotit për të mashtruar. Kjo është muhabet tjetër pastaj. Ore, je me të vërtetën, je me të drejtën, mos e përdor në tregti. Nëse ta kërkon, thot, thuj për Zotin, dhe ti je i sinqert dhe do të thush vërtetën për mene, nuk ka problem. Për ndryshe, mos e përdor në tregti. E nëse dikush e përdor duke mashtruar, kjo pastaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, atë njeri Zoti ditën e Kiametit nuk e sheh, atë njeriu Zoti ditën e Kiametit nuk i flet, dhe atë njeri Zoti ditën e Kiametit nuk do të japi mundësinë e pastrimit. Allahu na ruaj. E po su pastrove, i bjerë më u pastru në humner, në xhenem, Zoti na ruaj. Prej etikës së betimit në Islam është të përdorësh përjashtimin kur betohesh. Si fut në edukatën e betimit tënd fjalën insha Allah. Po pse? Se edhe po nuk u realizua, ti nuk ke nevojë të bësh shpagim betimi. Për shembull, thon vallaj do të shkoj në filan vend, për shembull. Insha Allah. Jo inshallah, pa në po me insha Allah. Insha Allah, siç e thot Zoti në surën El-Kahf. Dhe ti nuk shkove, nuk ke asnjë lloj detyrimi. As me u pendu nuk ke nevojë. Pse? Sepse ti the insha Allah, me shpresë Zotit, kismet Zotit. E nuk u bë, s'pas ka qenë kismet dhe ti nuk ke asnjë lloj obligimi dhe detyrimi për betimin që bëre. Pra përdore insha Allah kur betohesh. Nëse si i sigurt se mund ta bësh apo nuk je i sigurt se s'mund ta mbash. Prej edukatës betimit është mos me u betu rrenjshëm. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam betimin rrenjshëm e ka quajtur yemin ghamus. Betimi zhytës në xhenem, Zoti na ruaj. Pse ka quajtur yemin ghamus? Betimi që të zhyt në xhenem, se nuk bëhet shpagim për betimin e rrenjshëm. Ti mund të bësh shpagim për betimin
si më thon, ke menu se do të bësh diçka e se ke bër, ose ke thonë se s'do ta bësh diçka dhe e bëre, ose diçka the që do ta bëje, por pastaj e pa të arsyeshme mos ta bësh dhe ishe betuar. Tu futet shpagimi i betimit. E nëse njeriu rren duke u betuar, gënjen, atëherë ky lloj betimi nuk shpaguhet me ushqimin e 10 varfërve, apo veshin e 10 varfërve, apo agjërimin e 3 ditëve. Po çfarë duhet bëj ky lloj betimi? Ky lloj betimi ka nevojë për betim, ka nevojë për pendim specifik. Do shmon nal me veten tate para Zotit tat dhe me thon: o Allah, o Zot, më fal se e mbetur rrenjshëm. Do të deklarosh pendim mes teje dhe Zotit, një, dhe e dyta, nëse betimi jot rren, ka zhvlerësuar të drejtat e të tjerëve, ka mohuar të drejtat e të tjerëve, ose ka pohuar të padrejta si të drejta, pra i ke hyrë në hak dikujt nëpërmjet këtij betimi, është që ti duhet ta çosh në vend të drejtën dhe të vërtetën. Do ta çosh në vend. Pa nuk mund të thuash ti Zot më fal se u betova rrenjshëm, ndërkohë që ai tjetri është fut në burg për shkak të betimit tënd. Ati tjetri ti ka hik toka për shkak të betimit tënd. Jo më Zot, nuk vlen. Pendim dhe dhënia në hak, ose dhënia e hakut ndaj asaj që është bërë padrejtësi nëpërmjet këtij betimi. E nëse nuk i është bërë dikujt padrejtësi, po ka rrejt, ka njerëz që rrejnë me u bë më të besueshëm, kot, s'dëmtohet kush, as bie kush, as lartësohet kush. Rren vëllaz për të dukë që ka parë, rren për të dukë që ka shoqëni. Ka njerëz, siç tha pejgamberi alayhis salam, rrena më e keqe është rrena me ëndra. Ka njerëz që rrejnë edhe me ëndra. Do të kam pa me ëndër pejgamberin alayhis salam. Rre, kot. Ja fut kot. Ka njerëz që rrejnë me betim, por nuk dëmtojnë askënd. Këta thjesht pendohen mes tyre dhe Zotit me niyetin që s'do t'i kthehen më këtij mëkatit të rënd dhe të kopshëm. E nëse njëri do ta shpaguaj betimin e tij, si e shpaguan? Nëse është prej atyre betimeve që shpaguhet betimi, e tham, nëse i ke mundësitë ekonomike, duhet të ushqesh 10 të varfër ose t'i veshësh me mesataren e asaj tëndës. Çdo thot mesatare, ti në veten tate në një ditë me sa ushqehesh, kaq. Pjesëtim për 3 vakte, kaq. Kjo është mesatarja. I blen ushqim dhe e hep një të varfëri. Jo një, po sa të varfërve, 10 të varfërve. Ose i vesh, kanë thënë, ose me diçka nga lart, që mund të jenë bluza, pulovra, xhupa, xhaketa e tjerë, ose mund të jetë diçka nga poshtë, siç janë pantallonët apo kpucët. Në momentin që i veshë 10 persona, ose i ushqeve, atëherë ke dal nga, sepse ka njerëz që thonë, nëse jam duhet të shryj betimin, edhe po agjëroj 3 ditë. Jo, agjërimi thot Kurani, kush nuk ka mundësi këto të parat, atëherë le të agjëroj 3 ditë. Nuk shkohet direkt tek agjërimi, nëse njeriu nuk e zauron 1 nga 3 të parat. Nëse nuk ka mundësi 1 nga 3 të parat, atëherë shkon tek agjërimi. Pra agjëron 3 ditë, edhe kjo gjë pra konsiderohet si një lloj shpagimi për betimin e tij të gabuar, i cili nuk ka dëmtuar njeri, dhe nuk i ka hyrë në hak kujt, dhe nuk është dëmtuar askush, dhe s'ka dëmtuar askënd me betimin e tij, përndryshe ne e tham se çfarë duhet bërë me atë lloj betimi. Për ta mbyllur fjalën time të kësaj hutbe me një mesele, me një tematik. Gjejmë në Kur'an se Zoti Allahu betohet në tokë, në qiell, në diell, në hënë, në paradite, në agim,
ndarë masdite. A duke sikur ka pak kontradikt në këtë mes? Ne po të betohemi në emër të kujt tjetër përveç emrit të Zotit, thot rrezik shumë i madh del nga feja, shirk, gjuna i madh, duhet bësh pagimet. Zoti vetë betohet. Përgjigjja është shumë e thjeshtë. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Zoti nuk pyetet për çfarë bën ai. Ne do të pyetemi. E Zoti nëse betohet në diçka, po na jep një sinjal që këtu ka i mesazh. Mos e kaloni shpejt. Po merrni mesazhin. Në çdo gjë që betohet Zoti, do të thotë se aty ka një mesazh për meditim, për reflektim. E Zoti bën çfarë doj ai, po ne nuk mund të bëjmë çfarë duam. Ai nuk pyetet për atë që bën, ndërsa ne do t'japim